Të moshuar. E lutem, ndaloni sirë marri këto vitamina për kontroll. Rreziku i mbikëqyrjes sir gjakut është real. Nëse jeni mbi 60 vjeç, ky mesazh është për ju. Shumë prej jush marrin vitamina çdo ditë me mendimin se po bëni diçka të mirë për trupin tuaj. Reklamat premtojnë energji, zemër më të fortë, kujtesë më të mprehtë dhe mbrojtje nga sëmundjet. Por ajo që nuk thuhet gjithmonë është kjo. Disa vitamina, kur merren gabim ose në doza të larta, mund të rrisin rrezikun e mbikëqyrjes së gjakut, një nga shkaqet kryesore të infarktit dhe goditjes në tru. Çfarë është mbikëqyrja e gjakut dhe pse është e rrezikshme? Mbikëqyrja e gjakut është një proces natyror që ndalon gjakderdhjen kur plagosemi. Por problemi fillon kur mbikëqyrja ndodh brenda enëve të gjakut pa arsye. Kur një mbikëqyrje bllokon një arterie në zemër, ndodh infarkti. Kur bllokon një enë në tru, ndodh goditja në tru. Kur ndodh në këmbë dhe lëviz drejt mushkërive, kemi emboli pulmonare, një gjendje që mund të jetë fatale. Të moshuarit janë më të rrezikuar sepse me kalimin e moshës, gjaku bëhet më i prirur për të mpiksur dhe enët e gjakut humbasin elasticitetin. 1. Vitamina K, miku që mund të bëhet armik. Vitamina K është thelbësore për koagulimin e gjakut. Pa të, do të kishim gjakderdhje të pakontrolluar. Por këtu qëndron problemi. Nëse merrni hollues gjaku si arfarin, marrja e pakontrolluar e vitaminës K mund të kundërshtojë efektin e ilaçit dhe të rrisë rrezikun e mbikëqyrjes. Shumë të moshuar marrin suplemente me vitaminë K për kockat, sidomos për parandalimin e osteoporozës. Por nëse nuk bëhen analiza të rregullta të ere e koha e koagulimit, situata mund të dalë jashtë kontrolli. Rreziku rritet kur merrni doza të larta suplementesh. Kombinoni vitaminën K me multivitamina pa e ditur dozën totale. Ndryshoni papritur dietën duke shtuar shumë perime me gjethe jeshile. 2. Vitamina E, antioksidant apo rrezik i fshehur. Vitamina E njihet si mbrojtëse e zemrës dhe antioksidant i fuqishëm, por studimet kanë treguar se në doza shumë të larta, ajo mund të ndikojë në balancën e koagulimit. Në disa raste, vitamina E në doza të mëdha ndikon në mënyrën si funksionojnë trombocitet, ndërvepron me holluesit e gjakut, mund të krijojë paqëndrueshmëri në sistemin e koagulimit. Problemi nuk është vitamina në vetvete, por teprimi. Shumë suplemente për zemrën përmbajnë dozë shumë më të lartë se sa nevojat ditore. 3. Vitamina B6, B12 dhe acidi folik, jo gjithmonë të pafajshme. Këto vitamina shpesh merren për energji dhe për të ulur homocisteinën, një substancë që lidhet me rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Por te disa persona, veçanërisht ata me probleme të fshehura të koagulimit, ndryshimet e papritura në nivelet e këtyre vitaminave mund të ndikojnë në ekuilibrin e gjakut. Nëse keni histori familjare me trombozë të thellë, goditje në tru, probleme me koagulimin, duhet patjetër konsult mjekësore para çdo suplementi. Pse të moshuarit janë më të rrezikuar? Me kalimin e viteve, qarkullimi i gjakut ngadalësohet, lëvizja fizike zvogëlohet, rritet trashësia e gjakut. Shtohen sëmundjet kronike si diabeti dhe hipertensioni. Shtoni mbi këtë një suplement të papërshtatshëm dhe rreziku shumë fishohet. Shenjat paralajmëruese të mbikëqyrjes së gjakut. Mos injoroni kurrë këto simptoma. Dhimbje dhe ënjtje në njërin këmbë. Dhimbje gjoksi që përkeqësohet me frymëmarrje. Mpirje ose dobësi e papritur në fytyrë ose krah. Vështirësi në të folur. Marramendje e papritur. Nëse përjetoni ndonjë nga këto, kërkoni ndihmë urgjente. E vërteta që nuk thuhet shpesh. Jo të gjithë kanë nevojë për suplemente. Shumë të moshuar marrin vitamina thjesht sepse bëjnë mirë, jo sepse kanë mungesë të provuar. Në shumë raste, një analizë thjesht gjaku do të tregonte se nivelet janë normale. Suplemente pa analizë, rrezik i panevojshëm. Çfarë duhet të bëni para se të merrni vitamina? Bëni analiza gjaku. Konsultohuni me mjekun, sidomos nëse merrni ilaçe për zemrën. Mos kombinoni disa suplemente njëkohësisht. Mos ndryshoni dozën pa udhëzim profesional. Të dashur të moshuar, trupi juaj ka nevojë për kujdes, jo për eksperimente. Vitamina nuk do të thotë automatikisht siguri. Në doza të gabuara, ato mund të prishin ekuilibrin delikat të gjakut dhe të çojnë në pasoja serioze. Tani do të flasim për diçka edhe më të rrezikshme. Kombinimin e vitaminave me ilaçe që shumë të moshuar i marrin çdo ditë. Shumica e personave mbi 60 vjeç marrin të paktën një nga këto. Ilaçe për tensionin, ilaçe për zemrën, hollues gjaku, ilaçe për kolesterolin,
Ilaçe për diabetin. Dhe pikërisht këtu lind rreziku. 1. Vitamina K, holluesit e gjakut, ekuilibër i brishtë. Shumë të moshuar marrin arfarin për të parandaluar mpiksjen e gjakut. Arfarin funksionon duke ulur efektin e vitaminës K në trup, por nëse merrni suplement me vitaminë K pa e ditur, ju praktikisht po çaktivizoni ilaçin. Rezultati: gjaku fillon të mpikset më lehtë. Rritet rreziku i trombozës. Rritet rreziku i goditjes në tru. Shumë pacient nuk e kuptojnë që edhe ndryshimet e mëdha në dietë, si shtimi i shumë spinaqit apo lakrës jeshile, mund të ndikojnë në nivelin e vitaminës K dhe të prishin një 2 omega-3 në doza të larta gjithmonë i sigurt. Omega-3 njihet si mbrojtës i zemrës, por në doza shumë të larta, ai ndikon në mënyrën si koagulohet gjaku. Kur kombinohet me aspirin, F, ilaçe të tjera antikoagulante, mund të krijojë paqëndrueshmëri në sistemin e mpiksjes. Disa persona përjetojnë gjakderdhje, ndërsa të tjerë mund të kenë çrregullim të balancës së koagulimit që paradoksalisht rrit rrezikun e komplikimeve. Problemi nuk është doza e rekomanduar nga mjeku, por dozat e larta që merren për çdo rast. 3. Multivitaminat, rreziku i fshehur në një kapsul. Shumë të moshuar mendojnë, është thjesht një multivitamin, por një kapsul mund të përmbajë vitamin K, vitamin E, vitamin B6, B12, hekur, minerale që ndikojnë në qarkullim. Nëse merrni disa produkte njëkohësisht, dozat grumbullohen pa e kuptuar. Shembull, një multivitaminë, suplement për kockat, suplement për zemrën, trefishim i dozës së disa vitaminave. 4. Ilaçet për tensionin dhe suplementet energjike. Disa vitamina të grupit B përdoren për energji, por te personat me tension të lartë, ndryshimet e papritura në metabolizëm mund të ndikojnë në qarkullimin e gjakut. Nëse keni hipertension, aritmi, probleme me valvulat e zemrës, mos merrni suplemente pa e pyetur mjekun. Pse mjekët shpesh nuk e dinë që po merrni suplemente? Sepse shumë pacient nuk i konsiderojnë vitamina si ilaçe. Shpesh dëgjohet, po, marr ilaçe për zemrën, por vetëm disa vitamina. Pikërisht ky vetëm mund të bëjë diferencën. Shenja që suplementi po ju dëmton. Kujdes nëse vini re. Mavijosje të shpeshta pa arsye. Dhimbje të fortë në këmbë. Frymarrje të vështirë. Dhimbje koke të papritur. Rrahje të çrregullta të zemrës. Këto mund të jenë shenja që sistemi i koagulimit është jashtë balancës. Analizat që duhen bërë rregullisht. Nëse jeni mbi 60 vjeç dhe merrni vitamina. Analiza e re nëse merrni hollues gjaku. Analiza e koagulimit. Hemogram në plot. Kontrolli vitaminës D dhe B12, vetëm nëse ka dyshim për mungesë. Mos u mbështetni vetëm te ndjesia ndihem mirë. Të moshuar, rreziku nuk qëndron te një vitaminë vetme. Rreziku qëndron te kombinimet e pakontrolluara. Mos harroni, çdo kapsul ka efekt, çdo dozë ka pasojë, çdo ndërveprim mund të jetë i rrezikshëm. Tani që kuptuam rreziqet e kombinimeve të pakontrolluara dhe dozave të larta, le të flasim për zgjidhjen. Qëllimi nuk është të friksoheni nga vitaminat, por të mësoni si t'i përdorni me mençuri, sepse e vërteta është kjo. Trupi ka nevojë për ekuilibër, jo për teprim. 1. Ushqimi, burimi më i sigurt i vitaminave. Në shumicën e rasteve, një dietë e balancuar ofron gjithçka që ju nevojitet. Për shembull, vitamina K merret nga perimet me gjethe jeshile. Vitamina B12 nga peshku, vezët dhe produktet e qumshtit. Omega-3 nga peshku si salmoni dhe sardelet. Vitamina E nga arrat dhe vaji i ullirit. Avantazhi. Trupi e përthith vitaminën gradualisht dhe në sasi natyrale, jo si bombë në një kapsul. 2. Lëvizja, holluesi natyral i gjakut. Një nga mënyrat më të fuqishme për të parandaluar mpiksjen është lëvizja. Kur qëndroni ulur për orë të tëra, qarkullimi ngadalësohet, gjaku grumbullohet në këmbë, rritet rreziku i trombozës. Ecja 20-30 minuta në ditë përmirëson qarkullimin, ul presionin e gjakut, ndihmon në balancën natyrale të koagulimit. Nuk duhet palestër, një shëtitje e thjesht mjafton. 3. Kujdesi i veçantë nëse merrni hollues gjaku. Nëse merrni arfarin, duhet të mbani dietë të qëndrueshme, jo ndryshime drastike me vitaminën K, të bëni analiza e sipas udhëzimit të mjekut.
Të informoni mjekun për çdo suplement që mendoni të filloni. Mos e filloni kur një vitaminë se e mori komshiu. 4. Kur suplementi është vërtet i nevojshëm. Ka raste kur suplementi është i domosdoshëm. Mungesë e provuar e vitaminës D. Mungesë e rënd e B12. Osteoporozë e diagnostikuar. Dietë shumë e kufizuar, por vendimi duhet të vijë pas analizave, jo pas reklamës. 5. Shenjat që duhet të reagoni menjëherë. Mos prisni nëse përjetoni. Dhimbje të fortë dhe ënjtje në një këmbë. Dhimbje gjoksi. Vështirësi në frymëmarrje. Mpirje në njërin anë të trupit. Probleme me të folurën. Këto mund të jenë shenja të trombozës ose goditjes në tru. 6. Gabimi më i madh i të moshuarve. Gabimi nuk është marrja e vitaminave. Gabimi është mendimi se sa më shumë, aq më mirë. Trupi juaj pas të 60 ave metabolizon më ngadalë, reagon më ndryshe ndaj ilaçeve, ka më shumë sëmundje kronike. Çdo kapsul ka efekt më të fortë se sa në moshë të re. 7. Plani i sigurt për çdo të moshuar. Ja një plan i thjeshtë. Kontroll mjekësor çdo 6-12 muaj. Analiza gjaku para fillimit të çdo suplementi. Dietë e balancuar. Lëvizje e përditshme. Hidratim i mirë. Mos kombinoni suplemente pa konsult. Mesazhi përfundimtar. Të dashur të moshuar. Shëndeti juaj është i çmuar. Vitaminat nuk janë armik, por përdorimi pa kontrolluar mund të bëhet i rrezikshëm. Mos merrni suplemente nga frika, nga reklamat, nga këshillat e miqve. Merrini vetëm kur trupi juaj ka vërtet nevojë dhe mjeku e konfirmon. Sepse ndonjëherë mënyra më e mirë për të mbrojtur zemrën dhe trurin është të mos shtoni asgjë të panevojshme. Së të mbroheni e gëmkisja e gjakut për rrezikuar jetën, rruga e sigurt për të moshuarit. Tani që kuptuam rreziqet e kombinimeve të pakontrolluara dhe dozave të larta, le të flasim për zgjidhjen. Qëllimi nuk është të friksoheni nga vitaminat, por të mësoni si t'i përdorni me mençuri, sepse e vërteta është kjo. Trupi ka nevojë për ekuilibër, jo për teprim. Një ushqim i burimi më i sigurt i vitaminave. Në shumicën e rasteve, një dietë e balancuar ofron gjithçka që ju nevojitet. Për shembull, vitamina K merret nga perimet me gjethe jeshile. Vitamina B12 nga peshku, vezët dhe produktet e qumshtit. Omega 3 nga peshku si salmoni dhe sardelet. Vitamina E nga arrat dhe vaji i ullirit. Avantazhi. Trupi e përthith vitaminën gradualisht dhe në sasi natyrale, jo si bombë në një kapsul. 2. Lëvizja, holluesi natyral i gjakut. Një nga mënyrat më të fuqishme për të parandaluar mpiksjen është lëvizja. Kur qëndroni ulur për orë të tëra, qarkullimi ngadalësohet, gjaku grumbullohet në këmbë, rritet rreziku i trombozës. Ecja 20-30 minuta në ditë përmirëson qarkullimin, ul presionin e gjakut, ndihmon në balancën natyrale të koagulimit. Nuk duhet palestër, një shëtitje e thjesht mjafton. 3. Kujdesi i veçantë nëse merrni hollues gjaku. Nëse merrni arfarin, duhet të mbani dietë të qëndrueshme, jo ndryshime drastike me vitaminën K, të bëni analiza sipas udhëzimit të mjekut, të informoni mjekun për çdo suplement që mendoni të filloni. Mos e filloni kur një vitaminë se e mori komshiu. 4. Kur suplementi është vërtet i nevojshëm. Ka raste kur suplementi është i domosdoshëm. Mungesë e provuar e vitaminës D. Mungesë e rënd e B12. Osteoporozë e diagnostikuar. Dietë shumë e kufizuar, por vendimi duhet të vijë pas analizave, jo pas reklamës. 5. Shenja që duhet të reagoni menjëherë. Mos prisni nëse përjetoni. Dhimbje të fortë dhe ënjtje në një këmbë. Dhimbje gjoksi. Vështirësi në frymëmarrje. Mpirje në njërin anë të trupit. Probleme me të folurën. Këto mund të jenë shenja të trombozës ose goditjes në tru. 6. Gabimi më i madh i të moshuarve. Gabimi nuk është marrja e vitaminave. Gabimi është mendimi se sa më shumë, aq më mirë. Trupi juaj pas të 60 ave metabolizon më ngadalë, reagon më ndryshe ndaj ilaçeve, ka më shumë sëmundje kronike. Çdo kapsul ka efekt më të fortë se sa në moshë të re. 7. Plani i sigurt për çdo të moshuar. Ja një plan i thjeshtë. Kontroll mjekësor çdo 6-12 muaj. Analiza gjaku para fillimit të çdo suplementi. Dietë e balancuar.
Lëvizje e përditshme. Hidratimi i mirë. Mos kombinoni suplemente pa konsult. Mesazhi përfundimtar. Të dashur të moshuar, shëndeti juaj është i çmuar. Vitaminat nuk janë armik, por përdorimi i pakontrolluar mund të bëhet i rrezikshëm. Mos merrni suplemente nga frika, nga reklamat, nga këshillat e miqve. Merrini vetëm kur trupi juaj ka vërtet nevojë dhe mjeku e konfirmon. Sepse ndonjëherë mënyra më e mirë për të mbrojtur zemrën dhe trurin është të mos shtoni asgjë të panevojshme.